vazhdoni më ndiqni në rrjetet sociale, tani vazhdojmë me njoftimet. Zoti Tritan Sheu, Zoti Sheu, keni kërkuar fjalën për procedurë. Po. Zonja kryetare, ju duhet dini një gjë, që kur shkojnë me detyra apo me shërbime kryetarët e parlamenteve, nuk mbyllet parlamenti asnjë vendi. Prandaj janë në kryetarët, të cilët kryejnë mundësi që parlamenti të vazhdojë normalisht punimet. Nuk është të pronë, pushimet. Ja një lapsus freudian që dëshmon shumë për punimet e kuvendit këto janë. Tani Zoti Sheu, bëhemi serioz, po ju them edhe një herë, nuk ka projekt ligje të tjera për diskutuar dhe nuk ishin gati as për të javë. Tani Zoti Peleshi ka fjalën. Pa justifikuara, nuk ka të drejtë. Jo, nuk është për procedurë, e sqaruam të pikë procedurës. Keni çështje tjetër procedurës, po? Procedurale që kërkova. Zonja kryetare, juve po shkatroni krejtësisht anën procedurale të parlamentit. Janë paraqitur materiale, projekt ligje nga neve dhe ju po i shtyni, nuk po i sillni duke qenë në kundërshtim me procedurën e parlamentit. Kështu vepruat për kërkesën tonë për rezolutën për genocidin serb në Kosovë, që e zvarriset në mënyrë krejtësisht të palishme, derisa e sfumua dhe kërkuat e lat jashtë. Kështu po veproni dhe me nismën tjetër, ligjore që ne kemi sjell për njohjen në Shqipëri të dy gjinive, mashkull dhe femër. Një nismë të rëndësishme, një nismë themelore për shoqërinë njerëzore, një nismë themelore për familjen, të cilën ju qëllimisht po e zvarrisni për mos e futur në program në këtë kuvend të Shqipërisë. Jeni të bindur se në këtë mënyrë ju dëmtoni rënd familjen, dëmtoni rënd shoqërinë. Në këtë mënyrë ju krijoni padyshim iluzionet të gabuara të ata cilët duan të godasin këto qeliza thelbësore të jetës morale, etike, njerëzore, po dhe të eksencës së shoqërisë njerëzore. Prandaj unë ju kërkoj, zonja kryetare, ta fusni në program në një nga seancat plenare deri në mbylljen e këtij kuvendi. Ta kalojmë atë ligj kaq të rëndësishëm, i cili është thelbësor, të cilin presidenti Trump e kaloi në një në 7 vendimet e para që mori mbas fitores në zgjedhjet presidenciale amerikane, duke i dhënë atë rëndësi që duhet. Dhe jo duke kërkuar të vlerësoni dhe pastaj të krijoni situata absolutisht trubullta në vendin tonë. Prandaj unë ju kërkoj, si një nga firmëtarët e atij projekt ligji të Partisë Demokratike, ta kalojmë menjëherë në një nga seancat që kanë ngelur. Nga sa di unë kanë ngelur 2 seanca, le ta kalojmë këtu. Pastaj me vot ju mund të bëni shëdoni, unë i di prirjet tuaja, unë i di tendencat tuaja, unë i di qëllimet tuaja për goditur familjen dhe absolutisht thelbin e shoqërisë njerëzore, edhe ju kërkoj ta kalojmë. Dilni nga vetja juaj, kaloni atë ligj, ta miratojmë së bashku se kështu do jetë nderin e këtij parlamenti. Faleminderit. Të gjitha nismat e deputetëve janë në projekt kalendar, janë në kalendar. I takon kryetarëve të komisioneve të shqyrtojnë nismat sipas radhës, po mos e përdorni dhe njerë këtë foltore për të folur, jo vetëm për nisma që spari nuk kanë asnjë lidhje as me aprovimin, as me kundërshtimin ton, dhe jeni në ato foltore duke paragjykuar, e thatë dhe vetë, prirjet, tendencat. Në fakt jeni duke folur mbi të drejtat e njeriut, cilat nuk i njihni fare, po kjo s'ka pikë rëndësie. Tani vazhdojmë me procedurën dhe uroj shumë që folësit të flasin për procedurë, jo si zakonisht ku hidheni nga një deg te tjetra pas një lidhje me procedurën. Zoti Noka, për procedurë. Zonjë, është shumë e turpshme dhe është tërësisht e papranueshme që spikeria e parlamentit ju thot deputetëve që ma dini për nder se unë po i bëj këto seanca. Zonjë, ky parlament është i zgjedhur nga sovrani dhe sovrani na ka zgjedhur ne këtu për ta përfaqësuar atë dhe për të vazhduar punën në shërbim të ligjit, kushtetutës dhe të interesave të sovranit. Dhe nuk është çështje humoresh
se i teket spikeres të thot që unë e mbyll sot dhe e mbyll. Unë e hap dhe më thoni faleminderit dhe të duartrokasin deputetet. Turet tuaja turistike për të bërë një selfie këtu apo atje zonjë nuk mund të blokojnë kur agendën e këtij parlamenti. Parlamenti edhe në mungesën tuaj ka 2 nënkryetarë të cilët mund ta drejtojnë. Ju mungojnë ju 5 apo 10 deputet dhe ju nuk kaloni dot ato noterizimet që kërkon sultani. Kjo nuk është çështje e parlamentit. Ju e keni kthyer parlamentin në një noter të çdo akti që vjen nga sultani, por ky nuk është misioni dhe funksioni i këtij parlamenti zonjë. Dhe po ju them një gjë, harrojeni, ky parlament nuk është dyqani juaj, që hapet dhe mbyllet kur të doni ju dhe funksionon sipas tekave dhe interesave tuaja. Ne e dim që nga data 11 maj ju keni problem funksionimin e parlamentit, sepse demaskimi i farsës, siç e keni qef ta thoni ju, me zë dhe me figurë, ju ka krijuar problem dhe stres. Po, dhe prandaj keni filluar dhe ulërisni, jo po nxini faqen e Shqipërisë, jo po pralla, jo po dokra. Zonjë, duhet kesh parasysh një gjë, edhe kaq kohë sa je në atë karrige, sepse sigurisht vjeshta do të vjeshta ikën bashkë me vapën dhe do vi Sara aty të zërë vendin tënd, përpiqu të ruash dinjitetin e institucionit që përfaqëson. Kaq. I nderuar zoti Noka, e kuptoj shumë mirë që ju mungojnë fotografit, ju mungojnë selfit në për Europë e përtej oqeanit, po ky nuk është problemi ynë se ne nuk shkojmë aty as për foto, kemi shanset shumëta për të bërë foto, ne shkojmë aty për të përfaqësuar Shqipërinë. I nderuar zotri, atë që ju pikërisht që thatë vetë e nxini ku të mundni në ato hapësira të vogla që ju kanë mbetur ndërkombëtarisht. Por nuk është çështje e këtij kuvendi ku po ju them edhe një herë dhe ju përsëris që do ketë pa diskutim seanca plenare, sa herë që të ketë ligje që kanë kaluar në komisionet parlamentare ku i bëj thirrje të gjithë deputetëve të vinë, të jenë pjesëmarrës dhe ato projekt ligje që kanë lidhje me integrimin, por dhe tjerat që jo janë me rëndësi jo më të vogël, të kalojnë normalisht në komisione dhe në seancë. Zonja Tabaku për procedurë. Zonja Spiropali, së pari më vjen mirë që po diskutoni një çështje që si kryetare e komisionit çdo ditë e vuajnë kurrizë. Megjithse duket që majoranca u rikthye në këtë parlament, ndoshta duhet kishte nisur parlamenti i ri, po u kthye në këtë parlament me një fitore imagjinare. Në Komisionin e Çështjeve Europiane ne nuk bëjmë dot quorum. Antarët e majorancës në Komisionin e Çështjeve Europiane nuk vinë në mbledhje. Dhe po ju bëj thirrje ju si kryetare e parlamentit që të merrni dorë grupin e Partisë Socialiste, të ulen dhe të vinë të miratojnë se ka agjendë parlamenti. Sot zonja kryetare për shembull ne kishim në rend dite për diskutuar raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit që është gati atje. Ju nuk e futët për diskutuar në rendin e ditës. Sot ne në rendin e ditës mund të kishim diskutuar për raportin e Parlamentit Evropian, i cili kaloi në Komisionin e Jashtëm. Përsëri nuk është futur në rendin e ditës. Ka nevojë parlamenti që të ketë debat. Unë e kuptoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk do jetë këtu në shtator, po ky nuk është halli jon, ky është halli juaj. Parlamenti ka nevojë që të ketë një debat për diskutimet e Parlamentit Evropian, për raportin mbi zgjedhjet, për raportin e OSBE-Odirit, sepse fjala integrim në fund të ditës është standarde, që fillon nga standardet e zgjedhjeve. Kështu që më vjen keq që edhe ato ligje që janë gati dhe ato raporte që janë gati ju nuk i vendosni në rendin e ditës. Si deputete kanë propozuar 3 projekt ligje ka një vit. Në asnjë nga komisionet parlamentare nuk po diskutohen. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka mbi 60 iniciativa, përsëri nuk po diskutohen. Faji kujt është ky, i majorancës apo i opozitës? Unë e kuptoj që ndodheni me një mungesë vullneti politik, edhe për të çuar përpara gjëra të rëndësishme dhe serioze për procesin e integrimit, edhe për diskutuar për zgjedhjet. Po në këtë parlament harrojeni se çështja e zgjedhjeve dhe çështja e integrimit evropian do anashkalojnë. Janë të dyja bashk, hecin bashk dhe nuk ka integrim evropian pa diskutuar këtu. Së pari zgjedhjet dhe së dyti të gjitha diskutimet e Parlamentit Evropian. Faleminderit. Zonja Tabaku, që të diskutohet raporti, duhet që të ketë një dakordsi.
edhe me nënkryetarin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, edhe me shumicën, nuk është çështje protagonizmi vetjak, as çështje iniciative personale, është çështje dakordësie dhe besoj dakordësia ekziston dhe vullneti ynë ekziston që ai raport të diskutohet dhe sigurisht do të diskutohet në seancën e ardhshme. Jam krejtësisht dakord me ju që është një raport i rëndësishëm për cilin ka nevojë për diskutime në këtë foltore. Zonja Zhupa, keni kërkuar fjalën për procedurë. Faleminderit, zonja kryetare. Së pari bashkëndaj qëndrimin edhe shqetësimin që kolegët socialistë nuk vinë në komisione dhe bëjnë të pamundur arritjen e quorumit. E tha kryetari i grupit zoti Peleshi, po harroi një detaj shumë të rëndësishëm që ju keni bërë komisione edhe kur ne bojkotohemi parlamentin. Pra ju quorumin e bëni vetë. Jeni ju që mungoni që paralizoni jetën parlamentare për qëllimet tuaja politike. Dhe kjo është e qartë, besoj se ka një dyshim njeri këtu që po t'ishit ju do t'ishin bërë komisionet. Ne kemi anulluar mbledhje sepse komisioni i ligjeve nuk bënte dot quorum për të na dhënë mendimin si komision për dhënie mendimi. Së dyti, ky parlament ka një detyrim shumë të madh. Detyrimin që në këtë periudhë ne të kishim kaluar raportimet e institucioneve të pavarura dhe detyrimin për të miratuar rezoluta institucioneve të pavarura në kontrollin që ne do t'i bënim parlamentar. Ne jo vetëm që nuk e kemi bërë këtë gjë, por as nuk e parashikojmë në as i kalendar, në as i projekt kalendar, në as i seancë për t'i dhënë mundësi institucioneve të pavarura që të dëgjohen fillimisht në komisione, të miratohen rezoluta për ta, të vinë në seancë, të bëjnë seancën e pyetjeve dhe të kemë mundësi që t'ju japim dhe rekomandimet për vitin e ardhshëm. Sepse kuvendi tashmë ka hequr dorë nga kryerja e funksioneve të veta edhe si institucioni